Start përshëndrohet në një nga hapësirat ku fëmijët përmes lojës dhe aktiviteteve sportive zhvillojnë aftësinë fizike, disiplinën dhe vetbesimin. Me aktivitete të përshtatura për grup mosha të ndryshme, kjo qendër synon të krijojë te më të vegjëlit shprehi të shëndetshme dhe dashuri për aktivitetin fizik që në hapat e para të rritjes. Loja, lëvizja dhe zhvillimi janë në qendër të aktivitetit që zhvillohet në këtë qendër përmes programeve të dedikuara, fëmijët mësojnë, socializohen dhe ndërtojnë rritje të shëndetshme dhe aktive. Ndodhemi në ambientet e Fit Start, një qendër e përkushtuar në zhvillimin fizik dhe motorik të fëmijëve. Jemi këtu sot për të parë më shumë se si luajnë fëmijët dhe këtu pranë meje është instruktorja Zamira Ramuka për të na shpjeguar më shumë. Na thoni fillimisht çfarë është Fit Start? Fit Start është një qendër dedikuar për zhvillimin e fëmijëve, pra zhvillimin fizik dhe motorik përmes lojrave të ndryshme, të strukturuara dhe aktiviteteve sportive. Po, mund të na flisni pak si lindi ideja fillimisht? Duke parë që teknologjia gjithnjë më shumë filloi të pasivizoj fëmijët, pam të domosdoshme që të krijonim një hapësirë ku fëmijët të lëvizin, të zhvillojnë dhe të socializohen. Qëllimi ynë kryesor është të krijojmë një jetë sa më të shëndetshme, më aktive dhe të vetëdijsojmë se sa është e rëndësishme që fëmijët të fillojnë në hapat sa më të hershëm të mirën me aktivitete sportive. Po, çfarë programe ofroni për fëmijët? Programet kryesisht janë të dizajnuara sipas moshave dhe kemi, pra aktivitetet janë të ndara sipas grup moshave. Kemi grup prej 3 deri në 4 vjeç, grup prej 5 deri në 7 dhe prej 8 deri në 10 vjeç. Po pse është e rëndësishme që fëmijët të merren me aktivitete fizike ndoshta që të vegjël? Për të krijuar një jetë sa më të shëndetshme dhe për të krijuar shprehi, që ajo shprehi të ngelet edhe më tutje. Çfarë aftësish zhvillojnë fëmijët këtu? Kryesisht balansin, fleksibilitetin, forcën, koordinimin dhe refleksin. Si e kombinojnë lojën me mësimin gjatë aktiviteteve? Duke pas parasysh se tek fëmijët koncentrimi humb shumë lehtë dhe është pak e vështirë t'i detyrojmë që ta mbajnë koncentrimin non-stop tek ora, ne mundohemi sipas, domethënë, përmes lojrave të ndryshme të fusim edhe ndonjë ushtrim fizik që ketë të dyfish, domethënë, pa më atraktiv. Po, na thoni pak sa është e vështirë të punosh me fëmijët çdo ditë? Është paksa sfiduese, por çdo ditë është ndryshe dhe me plot energji pozitive. A janë fëmijët ndoshta të lumtur që vinë këtu? Po, nëse presin, ndonjëherë ka ndodhur që janë të sëmurë ose kanë munguar ndonjë orë dhe kur kanë ardhur tjetrin sesion me padurim, na kanë treguar prindërit që domethënë me padurim kanë prit që të vinë në orë. Çfarë ju motivon ndoshta më shumë që të merreni me fëmijët? Mua personalisht më motivon përparimi i tyre që shoh çdo ditë, buzëqeshja e tyre dhe energjia pozitive që na sjellin çdo ditë. Përveç anës së fëmijëve kemi edhe crossfit gjithashtu për femra edhe për meshkuj. Domethënë kemi ndamas femrat edhe meshkujt. Synimet tona për të ardhmen janë që të zgjerojmë programet, gjithashtu të krijojmë një komunitet ku promovon jetë aktive. Zërat dhe buzëqeshjet e fëmijëve tregojnë më së miri atmosferën që krijohet në Fit Start. Ku ke ardhur sot? Sot në Fit Start. A të pëlqen me ardhur këtu? Po. Shumë. Po. Cila lojë të pëlqen më shumë? Ajo që me lënë qapin që aty dhe më e bërë një rreth përse me marrë qatë topin me vru të kone. Bravo, çka luni tjetër këtu? Çka bani? Lunë loja. Çish po kalon këtu? Bukur. A të pëlqen me ardhur në Fit Start? Shumë. Çka bani këtu? Disa ushtrime dhe aktivitete. Cila është ushtrimi që të pëlqen ti më shumë? Kur vrapojmë dhe kur lume lap. Apo lodhësh të ushtru këtu? Po, na ma e kam e rakë shumë kur vi këtu. Pëlqen shumë? Po, shumë më pëlqen mu. E çfarë aktivitete bani këtu?
ushtrime, lojra me ushtrime, shumë ashtu boj. Cili është aktiviteti që të pëlqen ti më shumë? Aktiviteti që ka më pëlqen me ngajt edhe me këtyr. Që shkalon këto këtë vesh? Mirë, shumë knaqena une. A ki bo show, ke show që ti? Po, show që kum bo edhe show. A të pëlqen me orë këtu? Po. Cila është luja jote e preferuar? Me litar. Çka luni tjetër këtu? Çfarë aktiviteti bani? Ushtrime. A të pëlqen me orë këtu? Po. Çka bani ti? Çka të pëlqen më shumë? Pëlqen me marrë topin. Bravo! Çka ushtroni tjetër? Ushtrumi. Cila lujë të pëlqen më shumë? Ato me topa që nxiten. Kjo orë këtu? Në fit start. A të pëlqen me orë këtu? Po. Unë kam emrin Ela dhe i kam 7 vjetë. Kjo orë këtu? Fit start. A të pëlqen me orë këtu? Çka bani? Lumi plot loja. Plot loja luni, a ki bon show, ke show që ti? Po. Na thuj që ki imrin erë? Lanika. Sa vjet i ki? 6. 6. A të pëlqen me orë këtu? Kjo orë. Në fit start. A të pëlqen këtu me orë? E çka bani këtu? Çka luni? Cila lujë të pëlqen më shumë? Ajo në topa si nxiten. A që shku të vesh këtu? Po. A ki qef me orë këtu ti? Po. Bravo! Hop topi. Hop topi, a ki shumë qef me orë këtu? Po. Çka bani këtu? Çka luni? Ushtrime të ndryshme. Që tash, që këto që janë të ushtruhe? A këto kështu i vejmë këto dhe bojmë kështu dhe rapojmë aty i bëjmë ato kështu. Aha, a të pëlqen të ushtrim tje? Po. Shumë, a lodhesh kur të vesh këtu ajo? Ki qef shumë me orë këtu, apo? Po. A të pëlqen me orë këtu? Po, Shumë. shumë po, më shumë. Knaqesh. Po, shumë. Cili aktivitet ose lojë të pëlqen më shumë? Meritar. Fit Start po krijon një hapësirë ku fëmijët zhvillojnë aftësi motorike, vetbesim dhe disiplinë. Më shumë se një hapësirë sportive, kjo qendër paraqet një mbështetje të rëndësishme për mirëqenien dhe të ardhmen e fëmijëve, një ambient ku loja kthehet në mësim dhe energjia në sukses.